Një aeroplan serb ka kryer një fluturim të pazakont mbi hapësirën ajrore të Kosovës. Ai ka përshkuar kufijt e Kosovës disa herë, duke fluturuar mbi territorin e saj për më shumë se një orë dhe duke kaluar nga njëra anë në tjetrën mbi 4 herë. Aeroplani me regjistrim YUBTC i modelit Beechcraft King Air 350 u nis nga aeroporti i Nishit dhe pasi kreu manovrat e tij mbi Kosovë, vazhdoi fluturimin drejt Bosnjës, ku u ul në Banja Luk. Fluturimi nisi nga Nishi në orën 14:30 dhe përfundoi në orën 16 në Banja Luk. Ende nuk dihet arsyeja e saktë e këtij fluturimi mbi Kosovë, ndërsa autoritetet nuk kanë dhënë ndonjë sqarim zyrtar. Po ashtu mbetet e paqartë nëse avioni kishte leje për të hyrë në hapësirën ajrore të Kosovës. Sipas të dhënave të disponueshme, ky aeroplan është i regjistruar në Serbi dhe mban një flamur serb pranë bishtit. Beechcraft King Air 350 zakonisht përdoret për ambulancë ajrore, misione qeveritare dhe ushtarake, fluturime rajonale dhe charter, si dhe për kalibrimin e sistemeve të navigimit ajror. Kjo e fundit dyshohet se është arsyeja e fluturimit të këtij aeroplani mbi Kosovë, mirë po asnjë institucion ende s'ka sqaruar asgjë.